Ulqini frymon jo 2500 vjetë, Ulqini jeton si vendbanim për mbi 6000 vjetë. Dhe këtë e them me plot... S'ka të në vërtetën e... Jo, këtë e them duke vërtetuar se në kalon e Ulqinit, mu pram bedemit ciklopik, mureve ciklopike, në vitet e 80 është gjetë një figurin e cila i përket neolitit. Dhe ajo figurin, dhe më thonë, përfaqëson nënën, dhe më thonë Manja Mater, ose nëna e madhe, në të cilën banorët ulqinak të parë, të periudhës e neolitit, kanë jetuar aty. Dhe 6000 vjetë, dhe më thonë, neoliti është periudha prej 6000 dhe më thonë, para erës re, dhe deri në ditët e sotme në kalon e Ulqinit jetojnë ende njerëz. Ku është ekspozuar kjo figurina? Është në muzeun e kalos e Ulqinit. Dua të ndërlidhem. Neoliti, tash po lidhi pjesën e anës malit, po dal jashtë qytetit të Ulqinit, dhe në fshatin Kryth është gjetur një çekiç guri, apo më mirë të themi sopata gurit, e cila i përket të njëjtës periudhë kohore. Do më thonë, atë që kemi gjetur në kalon e Ulqinit, vërtetohet me atë që është gjetur në rrethine në Ulqinit, në sepatin e gurit, ndërsa këto zgjetje i pasurojnë edhe menhiret e shumt, të cilët janë jo vetëm në teritorin e Ulqinit, por nuk duhet të anashkaluar edhe krajen. Dhe me thonë, une e konsideroj Ulqinin në këtë moment si një tërsi mes Ulqinit, anës malës dhe krajes.